Sot kemi përshitje Porsche Macan S 2016. Ky është shumë i bukur me këtë ngjyrë ngri, shumë i veçantë, ka ardhur nga Kanadaja, me disje zezçe, shumë të bukura janë këto disjet Spider, më duket se quhen këto, shumë bukur. Macani nga këto SUV të vogla është më e bukur krahasuar me X3-shin, me Q5-ën. Kjo është performer shumë e bukur. Unë pëlqej më shumë se Cayenne. Edhe këto stopat shumë bukur, si të fut 3D, 4 marmitat, mrapa. Macan S-ja është V6 3-mish, do e shohim edhe motorin. Këto e kanë edhe këtë kofan kështu, clamshell që hapet, kjo hapësirat e dritat. 3-mish V6 me turbo, 340 kuaj fuqi edhe 460 Nm tork. Ky është stok i pa prek, siç ka dalë nga fabrika. Ka këto filtrat të arit të dy secilin krah, intake. Motor i fuqishëm, po dush mi rrit fuqin, ja rrit kollaj. Shumë i pastër, shumë gjenet mirë. Është edhe i shpejt, po edhe në konsum nuk është konsum shumë i madh, për motor 3-mish benzine. Interiorin e ka shumë të bukur, me këtë ngjyrën e kuqe, se dilet ka multi-contour seats, nuk i ka të thjeshtat, ka opsionin më full të mënyrës lëvizjes së dilet, me gjithë butonat e mundshëm për ta konfiguruar si dush. Është me ngrojë ftoje së dilesh, është panoramike lart komplet. Kamion e ka PDK, nuk e ka ZF, ka PDK-n, që është kamion më e mirë në botë, më e forta, që bën launch control dhe që spyt. Kamion Porsche PDK është më e mirë nga të gjitha. Është me sport chrono, që e ka këtë edhe për lap timer, edhe orë, edhe për të matë xhirot në pistë, ka qenë opsionale e Porsche-t. Është komplet me qepi lart, me këtë me qepi të kuqe shumë e bukur. Auto start stop, e ke me sport mode, klimën me 2 zona individuale, me off-road mode, kjo është amortizator me ajër. Timonin e ka me pedal shiftrat plus minusat këtu, e ka me ngroje këtu poshtë. Dilet i ka elektrike, po i ka me gjitha opsionet e mundshme. Lëviz edhe kjo pjesa para në vete, lëvizin këto ansoret poshtë, ansoret anash, do të thonë kanë qenë më full i mundshëm për punën e sediles, se thjeshtat bazike kanë pas vetëm këto dyja. Madje, në Europë ka pas edhe nga ato me levë që s'kan fare. Sedilet ka me memorie, edhe kjo është me qepje komplet, shumë e bukur e kuqe. Edhe këtu mrapa, shumë tapiceri e pastër, shumë e bukur kjo e kuqja, bo kontrast me të pjesën e tavanit zi. Se t'ishte e zezë komplet e erëson shumë, kurse kjo bo kontrast bukur. Sedilet me ngroje dhe mrapa. Makina ka 165.000 km, është me dogan, e gatshme për targa direkt. Çmimi është 21.000 euro, numrin e kontaktit e keni këtu poshtë. Ju uroj gjithë mirat, mirupafshim.